para se me punu me fëmijët, gjithmonë do të pas parasysh punën me prindërit, diskutimin me ta, mënyrën, nuk është e lehtë për të pranuar nëse fëmia e tyre ka ndonjë vështirësi. Nuk është e lehtë të jepet një diagnozë e hershme, normalisht gjithmonë do të më potencu çështjen e elementeve ose simptomat që janë prezente, të jemi të vëzhgu, ta vëzhgojmë, jo ndonë se s'kan punu prindrit mjaftueshëm me fëmijën e tyre, po të kërkohet një punë më e madhe, më intenzive. Por punohet më shumë, më intenzivisht, atëherë edhe kur shkon për shembull botëri i vlerësimeve dhe shën një rritje progresive realisht, atëherë është një mesazh dhe një emocion shumë i rëndësishëm për prindin që puna jam është të dhënë rezultat. Edhe puna terapeutike zbashku me ta një farlloj trekëndshi është duke dhënë rezultatin e tyre. Te kthehemi te termit të autizmit, e cila është një temë që asnjëherë nuk ka më qenë temë bajate në për emisione. Gjithmonë ka më qenë aktuale se fatkeqësisht e potencove edhe ti që çdo i dytë diagnozë që dali fëmijëve është në spektër. Mirë po, ndoshta po lien hije disa vështirësi, disa çrregullime të tjera, po thash prapë që nuk është pjesë e ime diagnostifikime, po është trajtime që unë e bëj mbas një vlerësuesit klinik. Autizmi është problem, është çrregullim neurozhvillimor, i cili prek fushat e komunikimit, motorikës, socializimit, fusha që janë shumë të rëndësishme të zhvillimit të një fëmijës, të nisur qysh nga foshnja e tutje. Çfarë shenja duhet me pa një prind ose një edukatore e kopshtit te një fëmijë që me u alarmu ose me fillu me u interesu që me dërgu fëmijën do të thotë në hapa apo matutje për vlerësim. Çka dallon prej fëmijëve tjerë? Po Vlera, shumë pyetje e mirë. Unë gjithmonë kam thënë me kthyt gjithmonë ka ana e prindërve, që të mirën sa më shumë dhe të mundohen të gjejnë kohë për fëmijët e tyre të analizojnë çdo send ai fëmijë, çdo lëvizje, çdo zhvillim të mirë, çdo zhvillim jo të mirë, të punohet me ta, të luhet me ta, të krijojnë lojë, të bëjnë kreativitete të ndryshme me ta, aktivitetet që shfaqin interes edhe që nuk shfaqin interes, me pa se si po qëndron, apo të përcjell një ndër çështjet më të rëndësishme është kontakti, përcjellja, dëgjueshmëria, reagimi ndaj zhurmave, reagimi ndaj tingujve të ndryshëm, mandej është socializimi, sa po luaj me fëmijët e tjerë, sa po afrohet, sa po i shkëmben lodrat ose materialet që i ka afër vetes. Mandej është pjesa tjetër e motorikës, duarve, që gjithmonë duhet të kthehemi mbrapa se bebet foshnjët fillojnë komunikimin e parë që kanë me të tjerët është të çajturit, që kur çana i kam marrë çka po ai po don. Normalisht ai nuk dhe me komuniku njëherë. Edhe komunikimi jo verbal tin është me çajt edhe me kërku shumë shtin, ose çfarëdo që ka nevojë, se ndonjë parahati që ka nevojë për me undru ose diçka e tillë. Mandej bebet e kanë luajtje me duar, që është një fushë shumë e rëndësishme, se është motorika fine, është motorika që ai po i përdor durt, po luan me duar, po mban, po hedh, po i mbledh, ndoshta ose edhe shkëmben nga njëra dorë në dorën tjetër, që realisht duket që s'ka ndoshta shumë sens, por realisht është gjithçka aty. Se lëvizja atyre, shumë bashkëpunime me tjetre, me prindin këto raste, ose edhe me ndonjë fëmijë me shfaq dashurinë, me shfaq gëzimin, me shfaq çështje caktuar dhe frikën, që është friksu ka përsi diçka, ka ndodhur diçka, me i përcjell çdo etapë. Mirë po, kur ti me përcjell anët tjetër do të më pas madje edhe pa kujdes prindi që kanë frikën sikur pozicionohen ndoshta edhe ndonjëherë mirëqenie e fëmijëve. Fëmijët mosha të ndryshme kanë disa sjellje të ndryshme. Fëmijët përgjithësi, pavarësisht a janë tipik apo atipik. Ju tash me mendu që po ka një inat, një frustrim, një tantrum edhe shumë keq është që po bën ose me fillu me i bërtit, me pas një qasje tjetër prindi. Unë gjithmonë e potencoj e them edhe besoj që do ta rithem, që pret vetëm pak se ai ka diçka mbrapa kësaj. Nëse është një fëmijë që nuk është të pas komunikimin, normalisht është duke i bërë disa sjellje, po jo gjithmonë të arsyetueshme nga ana jonë, po do të më kuptu çka ndodhi, arsyen, shkakun, pse erdhi te kjo. Jo definitivisht me dhënë një diagnozë ose me dhënë ndonjë gjykim ndaj tij, ndaj saj, po të mirë me çështjen që ashtu ka ndodhur. Për shembull ndodhi një ditë kur një nana më tregon, më tha një ditë vajza emërtimit kafshëve. Më tha ti bëhu lopa, unë po bëna qani, motra kjo tha dhe u nale tash ç'a më bësh? Edhe tash vazhdoi tutje, po më tha bën tash ti si lopa, bën kjo se kjo, edhe unë sikur kjo. Kështu që do të më pritë, jo tash më thon u më ofendove. Është një fëmijë.
Është të dash me bo një lojë të kafshëve që ai është e që e ka pa një imazh të tillë, që është shumë normale dhe bile shumë e mirë në një farë forme se është të inicu një lojë së bashku. E ka njerë po është tendenca që me ndërprej hala pa e kry. Si të rriturve si, po veç mas fëmijëve është me pas shumë kujdes me lanë le të përfundonin në fund që është të dash me na tregu neve.